në kundër për edicioneve të kalume që ata që janë bërë grup gjithmonë e kanë mbrojtur njëra tjetrën. Përpos treshës. Mirë, po prap s'pash ndonjë lojë që po e qetë ndonjëri në pa, përveç unë mendoj një prej lojtarëve më të mira aty brenda është Alba. Pa marrë parasysh që fol 4 orë, ndoshta edhe na e çon trunin, prap lojën e ka për mu përshëndet. Shumë aktiv janë fakt. Shumë aktive lojë. Nuk është thjesht spontane, që din me qenë shpesh edhe djemt spontane dhe me kriju situata, po e ka një strategji irrituese, por loja e saj është e tillë. Mbram ke një video që e shpjegoi kjo Alba, tha unë nuk jam në jetën e përditshme ky person, tha se patjetër që nuk muj me i shku dikujt mbrapa edhe non stop me irritu, tha kjo është loja, tha normalisht që unë nuk jam kjo. Tha nëse unë jam vetvetja nesër tha dal shumë shpejt. Tha për këtë arsye, tha kjo është loja janë. Unë mendoj që kjo veç arsye tim, mendoj që nëse publiku e kish dashur lojën e saj, kjo nuk e din hala, mundet me mat në aspekte tjera, mendoj që ish justifikuar ndryshe. Abdin do të thonë këtë lojë kemi bërë për lojë. Mendoj që bojnë diçka në silljes për të mbar. Thojnë adin që kjo po mendoj që jemi na. Faktin e ka një strategji Alba. Ka strategji për krah banorëve të tjerë që ndoshta mund të mos kenë fort strategji, mund të jenë më spontanë. Unë banorët e tjerë nuk i shoh që e bojnë për lojë këtë injorimin ndaj Albës ose gjithë fenomeneve që ndodhen aty brenda, sepse Big Brother si eksperiment social po na tregon që ka humbë totalisht empatia ndaj personave të tjerë. Po e shohim që edhe kur një femër ofendohet nuk reagojnë të tjerët, edhe kur një person lëndohet fizikisht nuk reagojnë të tjerët, po e shohim plot situata që njerëz mundën shku deri në denigrimin e qoftë të moralit ose edhe pamjes ose çfarëdo lloj forme, edhe nuk reagojnë askush, madje edhe ata vet nuk e ndjejnë, nuk e kanë ndjesinë e fajit në momentin që i bojnë këto gjëra. Kështu që si eksperiment social se i tillë veç ka nis, po besoj që po na tregon goxha shumë për neve çfarë populli ndoshta jemi bë. Ama moni për shtypje thash kur thet Alba që mas një kohë afrohet Eliona prit vetëm se këto nuk është që kanë shumë as mitin botë për ata shtëpisë, kështu që ka diçka për mu vlerësu, edhe në anë tjetër ku pa një shpërthim emocional dietë të fjollës që tek Allahu ju marroft, këtë banorëve. E pa një shpërthim, unë se kuptova çka ndodhi. Çka është problemi i fjollës? Çka ishte problemi i fjollës? Jo, veç dashja ke lëndrimi, më fal, ke lëndrimi vetëm që shkojmë për shafu. Do të thonë që përkundër 2 milion mbrapa këtu xhana se të ke funë njerëz edhe nëse janë konkurrent njëri me tjetrin. Unë mendoj që veç një problem e ka fjolla, që kjo mendon që veç kjo e ka mirë, kjo mendon që veç kjo është aty, veç kjo mundet, kërkush s'den, se vetëm me të fjalë që i përsërit është a keni rahmet, a keni Allah, andej thot unë moj ti smunësh, jo ti si one, jo smunësh si one, edhe vetëm vërtet del ka kamerat. Nuk është që kjo problem veç i fjollës, është i shumicës prej banorëve, sepse këta janë të keq interpretu ose keq llogarit mënyrën se si janë të dalë në publik. Se këta po mendojnë që kur janë të e thoni diçka, po bojnë, unë e thash me demek, unë e kalla, tash jashtë, unë janë të duar trokit për mua, faktikisht janë të dalë shumë keq. Unë se kuptova dje ku e pat arsye mëse shpërthaj. Unë mendoj që fjolla shumë shpejt ose ka me pas ndaj përplasje, urojt mos ndodh fizike me dikën, që ka me eskalu në rrahje. Mundet me qenë me Benitën, mundet me qenë me Labinotin, mundet edhe me raste me Albën, se i kemi pa me këta 3 persona shpeshherë me zër është përmbajt fizikisht, ju ka afru te fytyra, kanë qenë banorë tjerë që i kanë do, ose ka me lip mu largu vetë, sepse e kum pa që me atë përgjatë ditës e kum pa që nuk është të mujt me i përballu situatat. Çka ndryshoj, sepse në fillim e kemi pa një fjollë shumë më të fortë, shumë më stabile. Ka mendu që është si vetëm i VIP aty? Po, edhe ndoshta edhe na ka pëlqyer loja e të gjithëve, sepse është dashur një ndryshim i tillë në atë moment, por s'është fjolla e njëjtë tani. Po, fjolla ka mendu që krejt këta kanë me ju bind me një farë mënyrë e fjollës, se është fjolla, faktikisht kjo e ka pa që kërkujt si interesant për fjollën, se aty se cili ka ju për vete, dhe se cili e ka qëllimin me fitu shumën për vete. Edhe kur e ka pa këtë gjë, tash normal që e irriton, edhe normal që dënë vëmendje, dënë përvec se prej publikut, që dijet arsyeja pse ka hy, dënë edhe prej personave banorve që janë aty. Ama po e të prënë me reagime? Po, për mu, në ekstrem është të për unë, menoj që nëse nuk ishtë qenë regull ose që zgudzo